Zoti Islami, prokuroria e posaçme i ka dërguar fletëthirrje ish kryeministrit Sali Berisha sa i përket çështjes së 21 janarit. A mendoni se tashmë drejtësia e ka seriozisht me Sali Berishën për ta çuar deri në fund çështjen e 21 janarit ku humbën jetë 4 protestues? Jo, nuk e ka seriozisht. Ja po them, nuk e ka seriozisht. Bëjnë show. Po ta ketë seriozisht, Sali Berisha është shpallur i pandeu, ta marrë ndivën e kur ta gjerën para bankës të akuzuarve. Me këta dhe këta. A nuk e shikoni që komunistët nuk e shkëllitojnë njëri tjetrin? A nuk e shikojnë që këta janë të tërë gas, janë grup i strukturuar kriminal në krye të shtetit shqiptar, në krye të klasës politike shqiptare, është grup i strukturuar kriminal, plus që kanë dhe falangat e tyre jashtë politikës, me të cilat i bëjnë presion të zgjedhësve që të votojnë për ta. Pra jemi përpara një klike politike që shtyp vret gjakos shqiptare. 21 janar e kanë bërë bashkë. Dhe Sali Berisha nuk do vej, po u themu nuk do vej. Vetë po arrestuan, po zbatuan ligjin. Po këta i vinë me i lutën Sali Berisha. Tha, mano Sali, hajde ti the se duam natë të pyesim, të vi. Se që janë këto mërë. Që autoriteti ka ai Sali Berisha kur ka vrarë njerëzit? Ka pushkatuar njerëz, ka ekzekutuar në mënyrë më kriminale. Të dalë Lulushit, të nuk e thënë si Lulushit. E kanë thërritur Lulzim Bashën. Ishte para pak ditësh. Ke ministri Brand, që ka thënë? Se se arresoi ke ministri Brandshëm, ka thënë urdhër. Garda nuk ka vepruar pa urdhrin e ministrit Brandshëm, pra pa urdhrin e Lulushit. Dhe Lulushit duhet dalë vitë thotë të popullit, ti thotë drejtësisë. Unë isha ministri Brandshëm, nuk isha nga Baja, zbatova urdhrin e kryeministrit. Ka që thjeshtër. Jo më rjo, janë bandu, janë bandë kriminelës në pushtet në Shqipëri, janë bandë kriminelës, spionës, hajdutës, imoralës, ta po na qeverisin. A mendoni se Basha në këtë rast i kanë nxjerrë të gjitha ato sa i përket 21 janarit, atë ditë që ka dëshmuar në SPAK? Se di, të s'mund ta di. Këtë din ata të SPAK-ut. Për mua duhet të ketë nxjerrë. Dhe për mua duhet të ketë deklaruar të vërtetën. Kur varet nga sa është i zoti e i të plasin. Duke parë gjithë mënyrën se si ka operuar SPAK-u kundrejt Berishës, që në fillim të u nis me akuzën për çështjen e privatizimit të Sport Klub Partizani, ku ju dha dhe masa arrestit në shtëpi, dhe deri tani që të rritet për 21 janarin. Që aty filloj pislëku, që aty e pas që dështoj gjithçka kundër Sali Berishës. Që kur e akuzuan për tullat e klubit Partizani, jo zotëri jo. Sali Berisha duhet arrestuar dhe duhet të dalë para bankës të akuzuarve për ekonomi shqiptare që shkatërroi që nga 92 derisa që në pushtet vetë. Pas vjen një video të Azotiku Çfiri, që ka që një gigant prodhimi për Ballkanin, jo për Shqipërinë. Këta bandit, këta palaco, këta maskarej, këta rrugasër politik, këta e quan e shkatëruan. Këta po na vrasin. Dhe pensionistët shqiptarë nuk po zgjohen. Ore ju pensionistët shqiptarë që keni qenë pjesa më e madhe, keni qenë në punësat mirë dhe oficerë. Ore keni në qik gjak shqiptari ju. U kam betur gjë juve mora apo e nishitur me gjithçka që keni qenë shpem të shqitur të partije punës. Jo, zotëri, jo. Jo, nuk është ashtu. Sali Berisha duhet arrestuar dhe duhet të përgjigjet për gjithçka që ka bërë. Pra ju mendoni se SPAK duhet i hap hetimet për Berishën që nga vitet 90 deri më sot? Patjetër, pa dyshim, që nga ditë e parë që ka qenë president. Që nga ditë e parë, urdhat që ka dhënë, bashkëpunëtorët e tij. Pse shkojmë lart? Por kush e çonte nafsën në Serbi kur bombardoi, kur tanket serbe vritin kosovarët? Sali Berisha e çonte. Me atë Gojeçin, Tritan Shehun. Ata e çonin. Firma Shqiponja. Ne i dim, i shikojmë, i pam. Pse nuk i thret SPAK-u të kërkoj llogari? Pse? Kush e pegoi SPAK-u? O SPAK, që po bësh as SPAK tani. Edhe po të tallë dhe Sali Berisha e mirë ta bën që të tallë. O SPAK, ik nga SPAK-u dhe bëju SPAK tamam. Edhe bëju prokurori
si duhet të jetë një prokurori. Dhe kam dhe një thjerrje tjetër për gjykatën kushtetuese dhe për presidentin. Pardje kjo falang banditësh e miratoi një ligj për deklarimin e gjinis. Me njëherë ta revokojnë atë ligj, ta rrëzojnë dhe të mos na vënë këtë njollë turpi. Se do ngrihen shqiptarë, po ua them unë do ngrihen. Se s'ka shqiptarë që ta lërë djalin e vajzën të tallën këta të japë natyre. Ata palaco, me këta palaco politikanë që po drejtojnë edhe të bëjnë ato ligje. Dhe të hidhen për pjetë, ashtu janë vërtet. Nuk janë nëna ato që kanë ngritur kartonin për atë ligj. Zoti Islami, a mendoni se tashmë me hapjen e çështjes së 20 janarit ndaj Berishës, mos ndoshta SPAK-u e ka seriozisht që të merret me çështje shumë më të nxehta dhe më serioze? Na ka zgënjur. Më ka zgënjur, s'kam çfarë do të mendim. Më ka zgënjur, çado që them unë ata do bëjnë atë që kanë marrë urdhër. Jo zotëri, po që të bënte detyrën SPAK-u dhe zbatonte ligjin, gjë e parë do të bënte do ta nxjerrte Sali Berishën të arrestuar me hekur nduar para gjykatës. Se ka bërë. Kaq. Duke parë gjithçka ka ndodhur deri më tani sa i përket pjesës së SPAK-ut, por edhe të politikës dhe konkretisht kryeministrit Edi Rama, por edhe vizitës së fundit të zëvendës ndihmës sekretarit amerikan të shtetit, a mendoni se ka një urdhër amerikan që vjen kundrejt SPAK-ut për t'i çuar përpara dosjet e nxehta dhe të mos rrinë më në vend? Jo, unë mendoj që këta urdhrat e amerikanëve i çojnë kusht plerave se marrin urdhra nga Moska, nga Athena, nga Beogradi. Unë këtë mendoj. Nuk mendoj dot ashtu. Se po të mirin ato urdhra që thoni juve, ta deri tani do kishin realizuar shumë gjëra. Po këta përfitojnë se këtij populli po i thuhet ditë për ditë, po e theksoj, rrini urtë, rrini të qetë, se këta do bëjnë arrestime nga dita në ditë, nga muaj në muaj, nga minuta në minutë, do bëjnë arrestime sot e nesër, pritëm që nga e premtja deri sot su bë asnjë arrestim. Pra, shqiptarët janë, se këta kanë futur dhe kolonën e 5 të punë, komunistët shqiptarë. Dhe kolona e 5 po i vë shqiptarët të rinë urtë, të rinë qetë. Edhe këtë e denoncoj unë. Zoti Islami, a tregon një apati mos pjesëmarrja e duhur në zgjedhjet e pjesëme vendore që u mbajtën në 5 bashki ku ishte përgjigja më shkëlqyer që i dhan kësaj situate. A që ka ndorë qytetari shkret? Unë doqa pensionistët e Vlorës që thanë përse të vemi të votojmë, përse thanë, që do bëjmë, përse të votojmë, ata e di që si të votojnë, dhe të mos votojnë, këta do bëjnë, do vënë në krye ato që vënë çdo klik, çdo diktaturë, çdo klasë politike e degeneruar, e korruptuar. Ata e dinë, ata s'kanë asnjë shpresë dhe ja dhanë përgjigje. Po atëherë cila është zgjidhja sipas jush? Zgjidhja është, unë kam thënë çouni shqiptar për gjumi çouni, po them çouni. Mos dëgjoni që u thonë na minuta do bëjnë arrestime. Gënjej, ju vën në gjumë, ju mashtroj, çouni.